që para fare këto gjyqtarë dhe prokuror paguhen me taksat e shqiptarëve dhe jo nga sipërmarrjet private të Edi Ramës, po themi, jo nga ato studiot arkitekturore që vinë edhe bëjnë këtu projekte pallatesh ku pastrohen para. Ne duhet kemi parasysh diçka. Shqipëria humbet miliona euro çdo vit nga korrupsioni. Miliona euro, pra është një faturë dramatike financiare. Gjakderdi është vetë vëndsi Edi Ramës që e cilëson Gjakderdi. Jemi përballë faktit tjetër që këto gjyqtarë do japin vendime për grupe kriminale që operojnë nga Amerika Latine deri në kryeqytetet e Bashkimit Evropian. Ky i takon zyra ata. Mos ta kenë rrogën edhe më të lartë sa ato gjyqtarët në Itali apo në Belgjik. Dhe kjo është absurde, kjo që bën edhe është e gjithë kjo hipokrizi dhe opozita duhet këmbgul fort që t'ja rrëzoj këtë narrativ. Se ka thënë edhe herë tjetër gjyqje popullore. Nuk është hera parë që bën gjyqje popullore, po bën gjyqje popullore me çështje shumë delikate. Se ato gjyqtar po i ekspozon. Ne nuk duhet ta harrojmë çfarë ndodhi atij ish prokurorit Durrësi që sot është deputet. Është përmendur emri Arjan Dojes në parlament. Është përmendur disa herë, jo kreu i KÇK-s, jo kjo ajo. Dhe ai zotria doli ekspozuar dhe ra prej një atentati mafios. Kjo është e vërteta pra. Kush i parandalon grupe kriminale që nesër pritet marrin një vendim nga një gjyqtar apo po hetohen nga një prokuror, ndërkohë që vetë kryeministri i parë i vendit njeriu që duhet t'u garantojë mbrojtjen përmes institucioneve. Vjen Amerika, vjen ambasada amerikane këtu dhe trajnon gardën për të ruajtur gjyqtarë dhe për shtuar masë sigurisë, ndërkohë që del ky dhe u përmend bukën e fëmijëve. Se këtu ironi e fatit është që sinalohen që do ta dënoj kjo drejtësi, ky e pret në zyrë. Sigurisht pra, është kapur... Prandaj ky është i fundit që duhet flas për këtë punë. Edhe për mirë menaxhimin e fondeve, edhe për pagat e gjyqtarëve, e kupton? Ai flet, Genci, me duhet, e dim, po ai flet burimi tani. Ai s'mund të flas më sonil. Ai do t'jap llogari, ka ardhur të jap llogari. Kush do t'jap llogari? Kush do ta vërë në këtë pozitë? Kjo drejtësi pra u mblodhën sot ata. Avash. Mendojnë që është... Po, do t'jap llogari. Jo t'na mbushi mendjen ky për herë të 30 që ky pas ka një fatkeqësi që do ja qaj gjithë Shqipëria, ndërkohë që ky u ka shpur deri në rreth gjithë shqiptarëve. Ai thot Genc burimi me ty tani, heshtja ime herën e parë përpara se të merrej ai vendim befasisht i turpshëm, nuk do të përsëritet këtë herë ku me ri kërkesën në fjalë, shoqata e gjyqtarëve po tenton të marrë nga buxheti i shtetit duke anashkaluar qeverinë dhe parlamentin një rritje të re plot 1.600 eurosh, 1.600 euro plus pagës aktuale të pagave të magjistratëve dhe këshilltarëve të tyre. Ka folur 2 herë sot Genci. Cili është pozicioni e lexon ti në këtë rast i kryeministrit, sepse nëpërmjet pozicionit të tij ne kuptojmë dhe çfarë është duke ndodhur me presionin brenda Shqipërisë dhe nga i vjen dhe aty jashtë Shqipërisë. Në radhë parë një duhet nënvizuar ironia e situatës. Ky personazh, pra kryeministri i Shqipërisë, që mburrej se ishte i pari i vetmi që pas 100 vitesh instaloi një drejtësi të vërtet në Shqipëri. Nuk i deshën as 10 vjet për t'i vënë shkelmin drejtësisë që ai pretendon se e mendon si vet. Kjo vjen për të qeshur, në radhë parë një herë.